Andrea Bocelli sfidon miliarderët, bota ka nevojë për zemër, jo për lakmi. Në një gala bamirësie luksoze në Manhattan, muzikanti dhe humanisti italian Andrea Bocelli mahniti një sallë plot me njerëzit më të pasur në botë, duke bërë atë që pa guxojnë thënien e së vërtetës pushtetit financiar. Eventi kishte për qëllim të nderonte Bocellin për filantropinë e tij në rritje, por në vend që të mbante një fjalim pranimi të sjellshëm, ai i shikoi drejt për drejt miliarderët si Mark Zuckerberg dhe Elon Musk dhe me qetësinë që e karakterizon u tha: "Nëse mund të shpenzoni miliarda dollar për të ndërtuar raketa dhe hiperhapësirë, mund të shpenzoni miliona dollar për të ushqyer fëmijë. Nëse quani veten vizionar, provojeni jo me para, por me mirësi." Salla ra në heshtje, kamera kapi Zuckerberg duke shikuar bosh në tavolinë, por Bocelli nuk u ndal me kaq. Ai njoftoi më tej se do të dhuronte $8 milion nga të ardhurat e tij nga muzika dhe bamirësia për të financuar programe strehimi dhe shëndeti mendor për familjet në vështirësi në Los Angeles dhe në të gjithë vendin. Lakmia nuk është pushteti, por dhe mshuria, theksoi ai. Një heshtje ra në dhomë. Mediat sociale shpërthyen me njërë, ndërsa klipet e komenteve të Bocellit qarkulluan në gjithë botën. Zuckerberg u duke ngrirë, ndërsa të pranishmit e tjerë lëvizën në mënyrë të pakëndshme në vendet e tyre. Bocelli nuk bëri vetëm një thirrje, por lëshoi një sfidë për të ripërcaktuar pasurinë si një mjet për njerëzimin, jo vetëm për pushtetin. Dhurimi ishte një shembull i prekshëm i mesazhit të tij. Dhe mshuria është më e fuqishme se lakmia. Adhuruesit, personazhet e famshëm dhe organizatat humanitare e lavdëruan me njërë Bocellin në të gjithë botën. Shumë e quajtën atë akti më i guximshëm i një muzikanti në dekada dhe një masterclass në përdorimin e famës për drejtësi. Fjalët dhe veprimet e Bocellit nuk ishin të bënin vetëm me përballjen me super të pasurit, ato ishin një mësim mbi leadershipin, moralin dhe ndikimin. Në këtë mbrëmje, ai kujtoi botës se aftësia për të kujdesur për të tjerët. Gazetarët të vunë në dukje se fjalimi qetë por i fuqishëm i Bocellit mbante një peshë që pak mund ta krahasojnë. Kritikët bien dakord se fjalimi i tij nuk ishte sensacionalisht, ishte i thellë, i qëllimshëm dhe urgjentisht i nevojshëm. Deri në fund të natës, Andrea Bocelli kishte arritur diçka të jashtëzakonshme. Ai sfidoi miliarderët publikisht, mobilizoi veprimet menjëhershme filantropike dhe i kujtoi botës se arti dhe muzika mund të nxisin ndryshimin në mënyra që vetëm parat nuk munden kur. Shumë personazhe të famshëm shprehën mbështetjen e tyre në Twitter, duke lavdëruar për guximin dhe qartësinë morale.